Miq Prizmës. Sot dola, isha Qirok dhe shkova pas ecja 3 km, 4 km rrugën që pështrohet. Sigurisht është e gjerë, sigurisht po rregullohen shumë anekset saj, bazamenti po rregullohet, pjesët e pusetave janë betonuar, anësoret po bëhen të gjitha me pjesët e betoneve, po bëhet gati për të ushtruar, sigurisht që do shtrohet. Normalisht që do që të zeven, po punohet gjithashtu kelulishta. Janë me mira kablo tuba që po vendosen, po punohet në urë, po punohet edhe ke pjesa nga ura e bunës e deri ke Salahania, gjithkohon. Me sa duket janë çliruar fondet, ishte një fillim i vitit që pak a shumë nuk po punohesh në gjë e madhe ose punohesh në mënyrë sporadike, po tani po punohet normalisht. Punojnë kudo. Kështu që ky është një lajm i mirë, ka filluar puna. Dhe normalisht sot doli dhe dita edhe mund t'i shijoje. Ajo që desha të vizitoj sot është se doli në konferencë shtypit në të 10.000-ën konferencë shtypi Sali Berisha dhe paralajmëroi protestat për të 11.000 herë 11.000-ën herë më të madhen e të gjitha kohërave. Paralajmëroi protestë, e cila do të kishte diçka të re sipas tij, që nuk do ikin nga sheshi. Nuk kujtohet kur vendosi Lulzim Basha çadrat edhe netin në shesh, imitorin ato Mamdamin e famshëm, sheshin Mejdan në Kiev, në Ukrainë. Atë kur donte të fitonte kjo opozita, donin të largonin filoruset, doshin të viqin këto filoperenimorët, dhe dy palët i kanë bërë keq Ukrainës, e kanë rrjepur për zgjallje, e kanë futur në luftë, por bile këta që janë më tepër, këta që janë sot më tepër, se sa ata që ishin dje. Megjithatë, kjo ishte e reja që tha Berisha, do të qëndrojmë aty deri në rrëzimin e Edi Ramës. Pra, ra dakord që të qëndrojnë aty edhe të bëjnë po atë që ka bërë Lulzim Basha në 2017. Si duket do që gjithë qëllimi i Sali Berishës është që të merret vesh, tulet dikur në tavolinë me Edi Ramën dhe të merret vesh. Kjo është historia. Të futet në histori, të futet në lojë, të konsiderohet edhe duke ditur politikën shqiptare, edhe mund ta mrrijë këtë gjë, sepse mos kanë turp nga krau tjetër, që më thanë që të bisedojnë me Sali Berishën. Nuk më mërmendja që kanë kaq pudor, si më thanë, ose kaq skrupuj. Sigurisht vjen një ditë dhe ulen tavolinë me te. Edhe ky është i pa skrupull fare, ky atij që i thot kriminali më i madh i botës edhe narkoshteti, ulet pastaj i kërkon ministrit, bën pakte të tilla ministrisë, me këtë do t'i bëj paktet e ministrive, me qishrat në hell. Do bëjmë qeveri teknike, do të thënë. Imagjino me ato që ju thua mafje, narkoshtet, do të bësh qeveri teknike. Vetëm Sali Berisha bën qeveri teknike me narkoshtetin edhe me kreun e mafjes së narkoshtetit që është Edi Rama. Sepse me këtë do merret vesh, kush është lideri i pozitës, kush është kryeministri. A imagjinoni tash se çfarë popull maskara kemi ne, se tash duhet çfarë populli. Çfarë qelbanik shoqërie kemi ne. Si mund t'i besosh njerëzve të tillë, si mund t'i shkohet mrapa njerëzve të tillë. E sidomos këtij që thotë do dalë në shesh dhe do bëj po të njëjtën gjë që është bërë dikur, që përfundoi me një marrëveshje, bën një qeveri teknike të përbashkët, humbën edhe njerëz zgjedhjet, se s'kan si të fitojnë zgjedhjet, çdo më thënë qeveri teknike. Ti ndron ministrit, e gjithë administrata është e dikushme, nuk mund të ndrosh administratë, sepse janë në punës civil, nuk të fitojnë gjyqjet, nuk mund t'i hedhësh. Ka vdek koha që ti mund t'i spastrosh aq kollaj, nuk mund t'i spastrosh. Sot nuk të pyesin, ka ikur e kohë. Por më e bukurave është se bën po të njëjtat gjëra që ka bërë ai që e shan sot i thua tradhtar, por po të njëjtat gjëra që ka bërë Lulzim Basha, ndërkohë ishte dhe Sali Berisha në atë kohë, atij i thua tradhtar tash i bën ti. A mund të ketë degradim, degenerim, imoralitet më të shmendur e më të shëmtuar se sa ky që noll tek ne. Politika është e tillë, po ke ne është absurd. Keni ka dhe njerëz që majnë parime,
thonë ty, mua, atyre tjerë, patronazhist, komuniste, ku dinë se çfarë ju thonë, dhe vetë bëjnë çelpsinllëqet më të mëdha të mundshme, më pa moralshme e botës që shesin për moral. Dhe sigurisht që e keqja e madhe e këtij lloj mendimi, kësaj lloj filozofie është Sali Berisha. Fol bolsheviku më i katranosur, më i nxirr, më i shëmtuar që ka prodhuar ndonjëherë ky vend. Tash e reja ti ishte, mas i shkoj në Strasburg e thotë, unë jam pjesë, jam i ftuar, jam pjesë aty. Ishte pjesë aty që i mbyllin gojën, që i turproi duke sharë Shqipërinë. S'bën asgjë tjetër se pështyn për me Shqipërinë. Nuk pështyn për me Edi Ramën, po ja përsëris edhe një herë. Ai e do shumë, maron, sigur mos jetë Edi Rama i vdes. Ja fut pushk vetes. Veten. Po është Edi Rama e mbijeton. Vetëm ai e shan kështu. E shan në mënyrë më të përbindshme Shqipërinë. E shan, e fyen, e pështiroset me fjalët e tij. Është njeriu më i poshtër që ka lindur ndonjëherë ky vend, që ka nxjerr toka e këtij vend. Ai nuk shan Edi Ramën, nuk shan as Maxerancën, nuk shan as Elisa Spiropalin, as kërkend nuk shan. Ai shan Shqipërinë. Është njeriu më i fliqur që ka prodhuar kjo tokë e zezë, ka prodhuar dhe një si Sali Berisha. Dhe tash ky Sali Berisha do që protesta mos mbarojë, të qëndrojë aty, të protestojnë vazhdimisht, qëndrojë aty deri në rrëzimin. E urrëzua pastaj me këtë merren vesh, apo do vinë këta, në pushtet. Këtyre do të thuhet na merrni pushtetin ju, se e meritoni, se jeni dhe hajdut, jeni dhe kriminal, jeni dhe vrasës, tash hajdeni në pushtet se po heqim narkoshtetin. Heqim narkoshtetin e Edi Ramës edhe bim narkoshtetin e Lazaratit, Sali Berishës. Bim narkoshtetin e transportit të femrave, të grave, të fëmijëve, transportin e drogës, dhe njëkohësisht edhe hedhin herë të katuneve, dhe njëkohësisht vrasin dhe në bulevard. Këtë lloj shteti, shtetin e 97-s. Binin në fuqi shtetin e thyjes së embargove të Miloševićit, dhënies së naftës edhe të ushtrisë, të armatimeve të Miloševićit, i këtë shtet bjeni, sepse është ky shteti mirë, i vlen Evropës, i vlen Amerikës. Ky lloj shteti që sigurisht ka bërë të gjitha të zezat, ka shkatruar vendin, ka shkatruar ekonominë, ka vjedhur parat, kanë hangër dhe preshin, që kanë fut preshin në lushnje. Imagjino të ky lloj shteti vjen shteti Tritan Sheut, Flamur Nokës, kësaj Albana Vokshit, shteti i asaj tjetrës, si ka ajo, Tabakes, fillon bën filozofi të mëdha ekonomike, është financiere dhe ekonomiste e madhe. Sa herë hap gojën ja fut kot, ose edhe kur flet në diçka që i thon tjerët që është plot, zi ta shpjegoj, ky lloj shteti, shteti i gazmendbardhit, shteti i një dorë maskareve agron që e këmarke, që thotë unë nuk po tjetë kthehet Sali Berisha, unë nuk do t'jem ma, s'jam këtu ma, bashkë me gazbardhin. Shteti. Imagjino të vjen kohë e tu është mashallah, Lulçin Basha, i cili i shpërdante, po të njëjtën punë ka bërë, po të njëjtën punë bën edhe ky tash, edhe i shet për risi. Imagjinoni në dorë të kujt jemi. Imagjinoni në dorë të kujt janë demokratët. Imagjinoni se çfarë muhabetesh bëjnë, çfarë kritikash bëjnë, edhe çfarë parimesh, principialitetesh kanë këto lloj lëtyrash, maskaresh në kohën e sotme. Çfarë mund t'i besosh këtyre? Këta që janë pushtet po kanë hesabin e tyre, kanë arrogancën e përfitimeve, privilegjeve dhe korrupsionit dhe hajnive. Këta janë edhe hajna, edhe vrasës, edhe maskare dhe rëndësak, mashtruesa, mungesës jashtëzakonshme të alternativës, duke lënë vendin bosh, në dorë të një plaku të marrë 83 vjeç, që është gënjeshtari më i madh, mashtruesi më i madh, gangsteri më i madh politik që ka prodhuar ky vend. As si bëhet fjalë, ky e tejkalon në mënyrë të jashtëzakonshme Enver Hoxhën dhe gjithë gangsterët e tij. Ky është krahas që është gangster bolshevik, është edhe folklorik. Është njeri që nuk ka mas, nuk ka përmbajtje, nuk i gjen mas gënjeshtrës, mashtrimit, rrenës tij, shpërfytyrimit që ka në mungesën e parimeve dhe të moralit. Dakord, miqtë e mi?